Megjithatë, doktoresha, flitet shumë që sa i takon imunitetit të fëmijës, për të patur fëmia një imunitet të fortë, pra të mirë për të përballuar këto viroza, çfarë rekomandoni konkretisht? Vitaminizimi. E rëndësishme është vitamina D gjatë gjithë vitit. Po shikojmë se pavarësisht që fëmijët marrin rregullisht vitaminën D, ka raste kur ajo nuk përthithet. Dhe fëmijët me deficit të vitaminës D djersin mbrapa kokës dhe favorizohen nga infeksionet e fytit. Pra, duhet, në qoftë se ka një djersitje pa e gjetur shkakun, duhet këshillohen me mjekun. Nëse ai dyshon se kjo vjen nga mungesa e vitaminës D, bëhen shtesa suplemente në vitamin D. Por edhe deficiti i hekurit, sepse ndodh që hekurit të mos përthithet mirë në zorë, për shkaqe të ndryshme, intolerancash, celiakia ose intolerancat nga laktoza, pengojnë thithjen e hekurit në zorë dhe në të tilla raste fëmia ka vështirësi në daljen e dëmëve, sëmuret shpesh sepse djersin. Gjithë sekreti është djersitja. Duhet të identifikojmë shkaktarin pse ky fëmijë djersin. Dhe duke zëvendësuar atë me çfarë i mungon, atëherë kemi zgjidhur problemin dhe ai fëmijë nuk do smuret kaq